Përshëndetje. Nëse ke pasur një prind që të ka lënduar emocionalisht, të ka ulur, të ka injoruar ose kontrolluar dhe shumë gjas e ke provuar edhe këtë ndjesi. Atë boshllëkun që ndjen kur pret një më fal që s'vjen kur. Dhe më keq akoma, kur përpiqesh të falësh, ai të del me ndonjë perl si për shembull, po mirë, çfarë do më falësh më atje? Unë për të mirën tënde e bëra. Në kulturën tonë, prindi abuziv nuk është vetëm abuziv, është edhe i shenjtëruar. Ne i kemi dhënë statusit e zotit të shtëpisë ose nënës së shenjtë, dhe ky mit e ka bërë pothuajse të pamundur që një prind i tillë të shoh veten në pasqyrë pa shpërthyer në justifikime. E para nuk kërkon falje sepse do të humbiste pushtetin. Në psikologji, falja është akt i vetë reflektimit dhe i përullësisë. Por për prindin abuziv, përullësia është kërcënim. Të thotë më fal, do të thotë të pranoj se ka dëmtuar dikë që e kishte nën kontroll. Dhe ai kontroll emocional, moral, ndonjëherë dhe ekonomik, është baza e vetëvlerësimit të tij. Në momentin që rrezon këtë fasadë, ai përballet me boshllëkun e vet, me fëmijërinë e tij të papjekur, me traumën që kurse ka trajtuar. Më mirë ta mohoj, më mirë të bëj ty të çmendur, se sa të përballet me turpin. E dyta, sepse turpi i tyre është shumë më i madh se faji. Shumë prindër abuziv, dhe jo të gjithë, vetëm ata abuzivët po flasim, janë viktima të prindërve të tyre, por as që guxojnë ta pranojnë. Ata kanë jetuar me moton nuk ankohesh duron. Në psikoterapi, kjo quhet transmetim ndërbrezëror i traumës. Pra, ai nuk kërkon falje, jo sepse s'di çka ka gabuar, por sepse nuk mund të përballoj ndjenjen e fajit. Në moment që do të thotë më fal, do të duhet të shoh gjithë zinxhirin e dhunës që ka trashëguar. Dhe ndoshta, për herë të parë do të kuptoj se e ka plagosur pikërisht fëmijën që donte më shumë. Kjo është shumë për një njeri emocionalisht papjekur. Më lehtë është të thotë, ti ke sajuar këto. Ose, e diti si ishin kohërat atëherë. Dhe kjo përkthehet, nuk dua të ndjej turp, ndaj do të bëj që ta ndjesh ti. E treta, sepse narcizmi dhe faji nuk bëjnë paqe. Në shumë raste, prindi abuziv është dhe narcist. Jo domosdoshmërisht në kuptimin patologjik klinik, por për atë të përditshëm. Gjithmonë ai e di më mirë, gjithmonë ai ka të drejtë, gjithmonë është viktimë e rrethanave. Në kokën e tij, të kërkosh falje do të thotë të prishësh imazhin që ka ndërtuar për veten. Unë jam prind i mirë, fëmia im është mosmirnjohës. Nëse e sheh veten si viktim, nuk ka asnjë arsye pse të kërkoj falje. Ai beson me tërë bindjen se ti je problemi, se ti kupton, ti egzageron, ti ke rritur hundën, vetëm se ke lexuar ca libra, ke parë ca video. Kjo është mënyra e tij për të ruajtur ekuilibrin e brisht psikologjik që ka. Në fakt nuk është forcë, është frikë nga rrëzimi i maskës. E katërta, kultura shqiptare se ndihmon fare. Ne rritemi me fraza si: mos i kundërshto prindit, nëna dhe babai kanë gjithmonë të drejtë. Më mirë mbyll e hesht, mos i hap lagët. E bën dot këtë. Në këtë klim, prindi abuziv ndjehet i paprekshëm. Ai nuk ndjehet as si detyruar të reflektojë sepse shoqëria e justifikon. Në fakt, shumë prindër abuziv do të kërkonin ndihmë, po të mos kishin frikë nga turpi social. Frika se do të dalin të këqij. Pra, për ta, më mirë të jetojmë në një gënjeshtër që i mban të respektuar, se sa të thonë një të vërtet që i bën njerëz. E pesta, në thelb mungon aftësia emocionale. Të kërkosh falje, kërkon empati.
Dhe empatia nuk është vetëm të ndjesh keqardhje, është të kuptosh ndikimin që ke pasur mbi tjetrin. Shumë prindër abuziv nuk kanë gjuhë emocionale për ta bërë këtë. Janë rritur në shtëpi ku nuk flitej për ndjenja, ku djemt nuk qajnë, nuk duhet derdhin pikloti, dhe nënat, gratë duhet të durojnë. Pra, kur ti thua më ke lënduar, ata nuk e përkthejnë dot si fjalë. Mendjen e kanë te morali, jo te emocioni. Nuk din të thonë më fal, din vetëm të thonë po mirë, mjaft me të kaluarën. E gjashta, si ndikon kjo te fëmia? Nëse ke dëgjuar për vite me radhë që të ndihesh parë dhe dëgjuar nga një prind i tillë, ke kaluar në faza që një psikolog i njeh shumë mirë. Shpresa e fshet që një ditë ai do të kuptojë. Zhgënjimi kur prap e kthen fajin tek ti. Faji i rem sepse ndihesh keq që se do më. Dëshira për distancë që shpesh përkthehet në ndjenjë fajtore. Në psikologji, ky është rrethi i abuzimit emocional. Ti përpiqesh ta ndryshosh, ai përpiqet të bëjë të ndihesh fajtor. Në fund e vetmja zgjidhje është pranimi se nuk do ta marrësh kurrë atë falje që meriton. Dhe ky nuk është dështim, është liri. E shtata, si ta përballosh? Mos e kërko atë që ai nuk mund ta jap. Ai nuk ka mjetet emocionale, nuk është çështje dashurie, është pa aftësi psikologjike. Vendos kufi të qartë. Dashuria nuk do të thotë durim pa fund. Mos e shndro veten në terapistin e tij. Ti nuk ke lindur për ta shpëtuar. Ke lindur për të mos e përsëritur. Kërko mbështetje profesionale, jo për ta rregulluar atë, po për të rikthyer paqen tënde të brendshme. E teta, në fund të fundit, ndonjëherë më fal që pret nga prindi, nuk do të japësh kur vetes. Veshtet tu s'kan për ta dëgjuar. Duhet të thuash, më fal që prita ka gjatë për diçka që s'kishte për të ardhur. Sepse ndonjëherë pjekuria emocionale nuk është trashëgimi, është revolucion personal. Dhe ndoshta, kur të arrish këtë paqe, do ta kuptosh se sa më e madhe. Dhe ndoshta, kur të arrish këtë paqe, do të kuptosh se më e madhe se falja që se more, është fuqia për të mos e kërkuar më. Miq, këtë do të thosha në këtë video. Ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni edhe komente tuaja, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim për të marrë videot që unë jetë pas here. Dhe deri në videon tjetër. Mirë takofshim.